Trazirat e vazhdueshme që ndodhin në Maqedoni pengojnë afarisët e huaj për të investuar në vend. Sipas Konfederatës së Biznesit të Maqedonisë, kriza qytetare dhe politike mund të prish imazhin e shtetit para ndërkombëtarëve dhe komunitetit të biznesit. Kryetari i kësaj konfederate Mile Boshkov thotë se ngjarjet e fundit duhet të merren me seriozitet, për shkak se kanë ndikim direkt në ekonominë vendore. Edhe pse çështjet politike nuk janë synimi jonë e as i funksionimit tonë strategjik, por konsiderojmë se një situatë e tillë përçon mesazhe negative tek organizatat ndërkombëtare, tek faktorit ndërkombëtar, partnerët tanë rajonal apo tek investitorët e huaj. Ata do të hamenden nëse do të sjellin kapitalin e tyre këtu, madje besoj se dhe ato kompani që tashmë kanë vendosur të investojnë, këtë vendim do ta anulojnë për një periudhë më të mirë. Boshkov thotë se përveç situatës së tanishme të protestave në klimën e biznesit, ndikojnë edhe zhvillimet politike, në veçanti zgjedhjet e shpeshta që mbahen qoftë në nivel lokal apo republikan. Në nivel lokal, kompanitë tona kanë ditur të funksionojnë shumë mirë, edhe atë gjatë konfliktit të vitit 2001. Kështu që mentaliteti i komunitetit të biznesit tashmë e shef krizën si pjesë e mënyrës së funksionimit shoqëror të shtetit. Neve më shumë na pengojnë zgjedhjet e shpeshta që ndodhin, pavarësisht a janë lokale apo parlamentare, sesa kriza politike në të cilën gjendemi për momentin. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Konfederatës thotë se për momentin nuk mund të japin ndonjë vlerësim për ndikimin e trazirave në ekonominë vendore. Duhet të pritet që të kalojë një periudhë e caktuar kur do të dalin në pa të dhënat për prodhimin vendor bruto, importin dhe eksportin, investimet e huaja direkte e të tjerë, për të parë se çfarë efekti kanë trazirat mbi zhvillimet ekonomike.